atë kupletin do martoj manën të Plumkull që u bë në mënyrë masive në gjithë Shqipërinë. Mund themi që është kryevepra e Todi Llupit kjo e dasmës së Malos? Ndoshta, por Todi ka bërë dhe role të tjera në ajo bë më shumë popullore, sepse e dha dhe televizioni, po ka shumë role të Todit të cilat nuk janë edhe ndoshta janë filmuar edhe nuk janë dhënë ose nuk janë filmuar Estrada e Fierit, ka derisa të vinte me Plumkullën që të bëj e njohur me anë të televizionit, ka bërë shumë shfaqje, bënte shfaqje më shumë se një herë në vit. Por metodi nuk kam një kujtimi i pari fort me të ka qenë, sepse unë kam dhënë shfaqjen e diplomës, kur isha akoma student i vitit të fundit të Akademisë së Arteve, e kam dhënë në Estradën e Fierit, ku Todi ishte aktori kryesor. Flasim pandi për 1992-shin, për verën e 92-shit, ku gjithë Shqipëria po ikte, gjithë iknin, edhe Estrada në Fier ishte përgjysmuar, por Todi ishte aty. Dhe mbaj mend të punonte kaq shumë, të djersiste kaq shumë, sa kur unë i kam ofruar rolin për tek amnistia, i kam thënë pikërisht që kjo memorie ime e asaj pune të atij vitit largët të 92-shit, kish i kaluar pothuajse 18 vjet që kur përgatisja amnistin, më kishte lënë gjumë shumë në memorie të njeriu jashtëzakonisht punëtor dhe shumë talentuar. Pra ka qenë 92 kur unë jam lidhur me të për të bërë shfaqje, ai pastaj kaluan vite të tjera, unë kanë emigracion në Greqi dhe kështu pothuajse humbëm, por unë sigurisht që u kujtova dhe kam shkuar në Fier, kam takuar dhe i kam ofruar rolin për amnistim, madje ai e kishte me shumë frikë sepse roli është shumë dramatik, Todi përgjithsisht ka luajtur role komike në estradë. Megjithatë unë kisha shumë besim dhe i thash që ti do ta bësh këtë rol dhe kjo ka marrë fund. Aq më tepër ndryshimi i roleve. Po, ndryshimi i roleve dhe i karaktereve të një aktori nga dramatik në një rol komik, padyshim është edhe risku, por edhe për aktorin që përgjithsisht është identifikuar në pjesën më të madhe të jetës së tij, në teatr, në estradë dhe kur kalon në kinematografi pra për të qenë protagonist në një film, apo jo, ka dhe ndryshim të madh. Ka, sigurisht që ka, edhe në disa filma në kinematografi, ku Todi ka pasur role të vogla episodike, ai ka qenë në role kryesisht komike. Ose me karakteret kanë qenë afër më tepër anone nga humori. Unë mbaj mend që i kam bërë një dhuratë dhe ndihem shumë krenar për këtë. Dhurata më e madhe që mund t'i bëja Todit ishte që kur u pranua filmi Amnistia në Festivalin e Berlinit, unë ta bëja pjesë të stafit që shkuam atje dhe Todi erdhi. Dhe ka qenë një nga aktorët e rrallë shqiptar të estradës, mos i vetmi pjesëmarrës në një festival nga më të mëdhenj ndërkombëtar të filmit. Dhe unë jam shumë krenar sot dhe gjithë kohën që këmbgulat e mora Todi me vete. Duke lënë aktorë të tjerë të filmit, të cilët do shkonin më vonë në festivalet e tjera. Unë me mua ka qenë edhe në festivalin e Prishtinës, Todi ka ardhur në atë kohë. E kam çmuar, e kam respektuar shumë sepse e dija shumë mirë se aktorët e estradave në përgjithësi kanë qenë dytësor, nuk kanë qenë kjo pjesa elitare e pedagogjisë dhe teatrit kombëtar dhe e aktorëve të njohur të filmit tonë. Kështu që kjo më ka bërë që ti jap shumë më tepër edhe për kushtime edhe dashuri. Dhe ka marrë shumë më tepër edhe nga ai. Kështu ndodhi edhe në 2017 kur unë xhirova delegacionin, sërish e kam përfshirë në filmin tim. Dhe si amnistia e 2010-s e kishte shtruar rrugën e bashkëpunimit pas 7-8 vitesh me filmin tjetër Delegacioni. Në filmin Delegacioni, roli i Todi Llupit ishte prap mes komikut, dramatikut, apo jo? Aty ishte rol më i vogël, ishte pjesë të burgosurve politik. Por unë nuk ishte problemi, unë duhet ta kisha në staf. Domethënë unë mund të merja në atë rol këdo. Mund të merja cilin do aktor, që mund të ishte edhe nga Tirana. Por unë këmbula që të kisha sërish Todi. Unë e kam dashur shumë Todin, edhe pse nuk takoheshim shpesh. Por e ka qenë dhe shumë fisnik edhe shumë, jo sepse kur ikin njerëzit ne nxjerrim fjalët e mira. Edhe kjo nuk është gjë e keqe, se njerëzit kështu duhet të ndodhë. Por e mira është që sa janë gjallë ti duan dhe ti respektojnë dhe ti çmojnë.
Këtë gjë Todi e ka bërë, si thash na që jemi dhe gjeografikisht afër, unë shkoj në Patos, takoj nënën, takoj edhe në atë kohë patjetër. Dhe ai këmbgulte vazhdimisht që të më takonte. Këmbgulte vazhdimisht që të më merrte për një drek ose për një darkë që të paguante ai të qeraste. Unë nuk mund t'i harroj këto gjëra. Janë kaq të thjeshta. Ndoshta për shumë njerëz ordinere dhe banale, për mua vazhdojnë dhe mbeten gjese të rrallë